Në qarkun e Lezhës është shënuar rritje e numrit të grave të prekur nga kanceri i gjirit gjatë këtij viti, sipas të dhënave të shërbimit onkologjik, vetëm në muajin e parë të vitit 2025 janë regjistruar 30 raste reja, kryesisht në grup moshën 45 deri në 60 vjeç. Mjekja onkologe Bardha Gjoni thotë se shqetësues mbetet fakti që shumica e grave diagnostikohen në fazë avancuara, kur trajtimi është më i vështirë. Në qarkun e Lezhës për vitin 2025 deri tani kemi rreth 30 raste të reja me kancer gjiri, që ne kemi dërguar për biopsi dhe 99% e këtyre janë pozitive. Në statistikë vjetore nuk është se mund të jepet tani, por unë me gjuhën e shifra mund të flas nga eksperjenca ime më tepër për 25 vitesh që ndjek këtë situatë, do thojë kemi një rritje të lehtë të numrit të rasteve me kancer gjiri nga viti në vit, ndërsa në para 15 vitesh të paktën unë do thojë që kemi një dyfishim të numrit të rasteve me kancer gjiri. Për fatin e mirë do thojë se këtë vit nuk kemi grup mosha të reja, mosha nën 35 vjeç nuk kemi pasur këtë vit. Grup mosha me prekur është mosha mbi 45 vjeç deri në 60 vjeç. Shkenca ka ofruar dy mundësi: zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit dhe mjekimin e mirë të kancerit të gjirit. Nëse ne do dimë të menaxhojmë mirë të dy situata, sigurisht do të jemi në rrugën e duhur, për arsye se kanceri i gjirit është plotësisht i shërueshëm kur e zbulohet herët. Pra, këto janë të lidhura ngushtësisht me njëra tjetrën. Prandaj bëhet dhe gjithë ky apel që kjo sëmundje të zbulohet herët. Duke zbuluar herët, mjekimi është më i thjeshtë dhe kurimi është i plotë. Sigurisht gjithçka varet nga zbulimi i hershëm i kësaj sëmundje. Unë them gjithmonë që nuk mjafton një muaj për të kontrolluar për gjirin, prandaj gratë do të jenë të vëmendshme gjatë gjithë, do të marrin kohën e vet dhe gjatë gjithë vitit do të bëjnë një kontroll vjetor që nga mosha 20 vjeçare. Në kuadrat e muajit tetorit, i njohur si muaj ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, në Lezhë po zhvillohen një sër aktivitete sensibilizuese për të nxitur gratë dhe vajzat të kryejnë kontroll të rregullta dhe mamografi. Të dhënat tregojnë një rritje ndjeshme të interesit për kontrollet parandaluese. Vetëm në periudhën janar deri me 15 tetor 2025 janë realizuar 734 mamografi, pothuajse dyfish më shumë krahasuar me ditën periudhë të vitit kaluar ku u kryen vetëm 406 ekzaminime dhe 2 herë më shumë gra që janë diagnostikuar me këtë sëmundje.